Është zhvilluar këtë të martë konferenca shkencore për 100 vjetorin e Bankës së Shqipërisë. Në fjalën e tij, guvernatori Gent Seiko vlerësoi qëndrueshmërinë dhe punën e bërë nga Banka Qendrore në këtë veprimtari një shekullore. Banka e Shtetit Shqiptar i shërbeu ekonomisë së centralizuar si instrument kontrolli dhe administrimi ekonomik. E megjithatë, pavarësisht kontekstit politik, Banka e Shtetit Shqiptar mbeti një bërtham e çmuar e ekspertizës tonë ekonomike dhe financiare edhe gjatë periudhës së komunizmit. Fillimi i viteve 90 shënoi tranzicionin e madh politik të vendit. Gjatë 3 dekadave pasuese, Banka e Shqipërisë ka adoptuar një kuadër modern politikës monetare të bazuar në regjimin e inflacionit të shenjastruar dhe të kursit të lirë të këmbimit. Duke qëndruar në këtë temë, dëshiroj të theksoj se sektori bankar ka qenë dhe do të mbetet shtylla kryesore e sistemit tonë financiar. Ky sektor kryen një rol të pazëvendësueshëm, ai ofron instrumente të sigurta kursimi në formën e depozitave bankare, alokon fondet në sektorët, degët dhe bizneset më rentabël të ekonomisë, duke marrë përsipër edhe një pjesë të rrezikut, si dhe krijon instrumente të sigurta të shpejtë pagesash. Po ashtu Banka e Shqipërisë ka arritur një shkallë të lartë konvergjence me normat mbikëqyrëse dhe praktikat rregullatore të Bashkimit Evropian, ka ndihmuar në zhvillimin e tregjeve financiare, ka ndërtuar një sistem eficient pagesash, ka investuar në edukimin financiar, si dhe ka ndërtuar një proces efektiv dialogu me partnerët vendase të huaj dhe publikun e gjerë. Seiko bëri bilancin e dekadave të fundit duke nënvizuar rritjen mesatare të ardhurave për frym dhe rolin e Bankës Qendrore në rritjen ekonomike, por gjithashtu edhe sfidat aktuale. Pavarësisht luhatjeve dhe goditjeve jo të pakta që ne kemi përjetuar, ekonomia shqiptare ka shënuar një rritje mesatare vjetore prej 4.3% gjatë këtij horizonti kohor, ka njohur një rritje të ardhurave mesatare për frym nga $670 dikur në 11.000 euro sot, si dhe ka patur një nivel mesatar inflacioni prej 3.1%, norm kjo mjaft e afërt me objektivin tonë të inflacionit prej 3%. Ekonomia shqiptare nuk ka njohur krizat mirëfillta financiare apo krizat të bilancit pagesave. Përkundrazi, besimi i investitorëve vendaze të huaj, sistemi financiar shqiptar ka ardhur në rritje. Kjo dëshmohet nga rritja e investimeve të huaja, nga rritja e besimit të publikut në monedhën vendase dhe institucionet financiare shqiptare, si dhe nga reduktimi i primave të rrezikut. Sfida e parë është rritja e tensioneve gjeopolitike në ambientin e huaj. Rikonfigurimi i zinxhirëve të prodhimit botror, si dhe rritja e barierave tregtare janë tashmë një realitet i ri ekonomik. Sfida e dytë është inovacioni i shpejtë financiar. Gjatë dekadës së fundit ne jemi bërë dëshmitar të një revolucioni të shpejtë financiar, i cili ka potencialin të transformoj rrënjësisht të industri. Digitalizimi i vazhdueshëm i sistemeve të pagesave, evoluimi i shpejtë dhe rritja e përdorimit të teknologjisë blockchain, të aseteve digjitale dhe të financës së decentralizuar ka përfitimet dhe rreziqet e veta. Përfitimet e inovacionit vijnë nga reduktimi i kostove dhe zgjerimi i aksesit në financë, çka rrit eficiencën e industrisë financiare dhe kontributin e saj në zhvillimin e vendit. Nga ana tjetër, rreziqet potenciale burojnë si nga ndikimi negativ që ky inovacion ka në modelin e biznesit dhe bilancet e ndërmjetësve tradicional financiar, ashtu dhe nga eksperienca e pakët rregullatore e publikut të gjerë, por edhe operatorëve të kësaj industrie. Sfida e tretë ka të bëjë me vetë stadin e zhvillimit të Shqipërisë dhe implikimet që ky stad ka për modelin e rritjes në të ardhmen. Si një vend me të ardhura të mesme, Shqipëria është tashmë ekspozuar ndaj një konkurrencë më të fortë për kapital e fuqi punëtore në tregun evropian. Banka e Shqipërisë prezantoi edhe monedhën e re me rastin e 100 vjetorit të saj. Të pranishëm në konferencë ishin akademik, ekonomistë dhe ekspertë shqiptarë të huaj.